Shqiptarët u drejtuan kutive të votimit sot për zgjedhje parlamentare, të cilat shihen si vendimtare për të matur zhvillimin demokratik të vendit dhe për të përcaktuar synimin e madh të një të ardhme evropiane. Në zgjedhje kur për herë të parë do të votojnë dhe shqiptarët në Mërgin, do të përballen me kryeministrin në largim Edi Rama dhe kundërshtarin e tij të përbetuar Sali Berisha, një politikan i djathtë që kryeson një aleancë të partive opozitare. Kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, në fjalimin e tij të gjatë një tubimi në Fier, tha se ai është një 60 vjeçar, lider i Partisë Socialiste nga viti 2005 dhe është duke kërkuar mandatin e 4 në radhë, diçka e paparë me premtimin për të anëtarësuar vendin në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2030, por për çudi një vit mbasi mbaron mandati. Ai thotë se dyert e Brukselit janë çelësi për të dhënë shqiptarëve një pasaportë evropiane dhe të mundësosh atyre të përfitojnë nga të drejtat e njëjta sikurse qytetarët e të gjithë vendeve të tjera evropiane. Ai që do përpiqet të ndalë Ramën është Berisha, 80 vjeçar, i cili është i jetur për të kthyer në pushtet pas 12 vjetësh dhe pas problematikave me sistemin juridik në Shqipëri. Ish presidenti udhëheq koalicionin opozitar që ka marrë një slogan të ngjashëm me atë të Donald Trumpit, Shqipëria madhështore bazuar në një ringjallje ekonomike. Ne jemi të vetmit që mund të rivendosim ekonominë e vendit, të vetmit që mund ta çojmë Shqipërinë përpara. Edi Rama po numëron ditët e fundit të regjimit të tij, tha Berisha në një nga daljet e fundit në fushat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përshëndeti kështu mbështetësit e tij gjatë një tubimi elektoral në Belgj. Fushata gjithashtu u jep mundësinë që të rifreskojë imazhin e tij si një lider i fortë, pavarësisht se është në vëzhgimin e drejtësisë shqiptare, sepse dyshohet se është përfshirë në një çështje ku ka përfituar familja e tij. Pak para përfundimit të një fushate të shënuar nga teprime verbale, veçanërisht në rrjetet sociale, sondazhet e fundit tregonin fitore për partinë e Ramës, por megjithatë never say never, thonë një shprehje amerikane. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ndërkohë tha se ka polarizim ekstrem politik në këtë vend ballkanik me 2.8 milion banor që janë në Shqipëri. 3.7 milion banor janë votuesit potencial. Berisha akuzon socialistët për blerje votash, për intimidim, frikësim, presion, përdorim të fondeve publike nga ministrat dhe kandidatë shumicës për fushatën e tyre elektorale. Rama i ka hedhur poshtë të pretendime duke i quajtur asgjë më shumë se një justifikim për humbje. Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri, shqiptarët jashtë vendit kanë mundësinë të votojnë në vendet ku jemi përmes postës si një provë për zhvillimin e proceseve të institucioneve demokratike, posaçërisht në kontekstin e negociatave për antarësim në BE, të cilat filluan qysh në vitin 2022. Sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 245.935 shqiptarë jashtë vendit janë regjistruar për të votuar, po pritet të mbrinë rreth 200.000 vota. Shqipëria ka bërë një përparim të ndjeshëm në rrugën drejt BE-s, duke treguar këmbgulje në zbatimin e reformave ambicioze në të mirë qytetarëve, tha Silvio Gonzato, ambasadori i delegacionit BE-s në Shqipëri. Humbësit kanë kontestuar rezultatet e secilës palë të zgjedhjeve për pas përfundimit të komunizmit dhe fillim të viteve 90, kësa herë votimi po vëzhgohet nga afër. Për herë të parë në terren do të organizohen punonjës civil dhe zyrtar ligjor krahas Komisionit Qendror Zgjedhor rreth 300 vëzhguesve ndërkombëtar. Gjykata e Apelit i jep të drejtë Sali Berishës ta udhëhiqte Partinë Demokratike, ndërkohë prokuroria e posaçme kundër korrupsionit e krimit organizuar sapo ka hapur një procedurë verifikimi për një kontratë $6 milion që të nënshkruar në prill mes një fondacioni të komunitetit shqiptaro-amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një firme lobuese amerikane, Strategia Kontinentale. Strategia Kontinentale u themelua nga Carlos Trujillo, një këshilltar i lartë i Trumpit. Sipas Partisë Demokratike, kontrata synon të forcojë marrëdhënies mes Shteteve të Bashkuara dhe PD-s. Për Brukselin, votimi së dielës është një test i madh për Shqipërinë, e cila është anëtare e NATO-s për vitin 2009. Organizimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme
në përputhje me normat dhe vlerat demokratike, do të jetë një hap thelbësor për të forcuar demokracinë shqiptare, për të rritur besimin e qytetarëve tek përfaqësuesit zgjedhor për të avancuar zgjerimin evropian të vendit. Vetëm 5 ditë pas zgjedhjeve, Tirana do të jetë mikpritëse e samitit të radhës komunitetit politik evropian. Megjithatë, të shohim kush të fitojë. Dhe kjo do të jetë objekt i rubrikës sonë speciale.